edhe martesat janë kthyer në një mision të pamundur. Në Darshen, thuaj se nuk ka mënuse për ata pak djem beqar të fshatit. Nusa për nusa këtu, harroj për nusa. Këtu ka ngel beqar çunat. Këtu nuk vjen asnjë nuse në fshat. Po ku po vini? O 40 vjeç që unë i bashkosa. Nuk vi. Ku do vi? E lam Darshenin pas, me urimin që të vi sa më shpejt dita kur banorëve të plotësojnë kërkesat ekzistenciale për të pasur rrugë, ujë të pishëm dhe mbi të gjitha, mundësi për të jetuar me dinjitet. Pyetja mbetet, a do të dëgjohet ndonjëherë zëri tyre, apo fshati do të mbetet një tjetër pikë në hartë që shuhet në heshtje?